Unë jam filozofia politike që kam nuk është e rastësishme. Domethënë filozofia politike lidhet me atë lloj mentaliteti që më kanë ushqyer prindit që kur kam qenë i vogël. Domethënë më kanë rritur me idenë që duhet i dalësh zot vetes, nuk duhet presësh nga të tjerët, s'duhet vjedhësh, s'duhet mashtrosh. Çdo gjë që duhet kesh në jetë duhet kesh derë djerës për atë gjë, duhet ta meritosh, dhe s'duhet pretendosh gjërat e tjetrit të tjera. Ke një problem, është problemi joti, duhet ta zgjidhësh vetë. Interesante. Kjo është filozofia. Rrjedhimisht, kur ti rritesh me një lloj mentaliteti të tillë, kjo të çon vetëm në një filozofi politike. Të çon ke liberalizmi klasik. Të çon ka ai lloj liberalizmi që ka transformuar botën, në fakt mbas rënies së regjimeve mbretërore, monarkike të ancien regjim, këto gjëra. Sot liberalizmi ka deviju në një pjesë të madhe, sepse kemi atë që është liberalizëm amerikan, i cili nga pikpamja ime nuk është fare liberalizëm, fakt, është liberalizëm në kuptimin social, pa aty ka degeneruar në cancel culture dhe në wokeism. Degeneruar në një situatë ku ti çdo gjë ti ke sot një kulturë të tërë të ndërtuar ose të qëndërzuar rreth viktimizimit. Njeriu që viktimizohet, e kundërta asaj çfarë po thoya më përpara. Mësimi i babait tim gjithjetën ka qenë ky. Ta futim shpull dikush, mbro. Mos më thirr mu. Ti lizot vetes. S'jam këtu gjithmonë me ty. Ndërkohë që në këtë wokizëm ti ke pikërisht del dikush e thotë shikoj se para 300 vjetësh stër gjyshit e mi kanë ardhur si sklever ose ku dëgjon ose un jam kshu, jam ashtu etj dhe për këtë arsye është faj jot, është faj tjetrit etj. Domethënë kundërta kësaj filozofie që kam, por ky është liberalizmi pasaj versioni amerikan. Në Europë fatmirësisht e kanë rujt akoma në Francë, për shembull kur thon liberal, nuk e thon në kuptimin e amerikan. Po, është vërtet. Në Francë edhe Anglia, po në Francë ta thon për sharje. Anglia është si çik më ndryshe, po në Francë kur thon liberal është pothuajse fjalë e pisët, si sharje. Vërtet? Po është vendi jashtëzakonisht i majt. Dhe kur thuhet liberal është çajeti liberal. Ty je për lirinë ekonomike, ty je për këtë, jo, pse? Jo, shteti duhet ti ngordhim taksa ata që fitojnë edhe ashtu. Tash diskutoheshin taksa Gluckman që quhen atë. Ideja është që Franca ka një deficit një 100 miliard në vit aktualisht, edhe puna është se ku do i gjej këto lekë sepse po shkon tu përplas me murin financiar. Vjen një pikë ku s'ka më lek me pagu, me mbulu borxhet. Që zgjidhja është liberalët që liberalët thonë as ke lek me shpenzu, po mos shpenzo. Mos shpenzo. Në Francë 1 në 5 veta punon për shtetin. Interesant. 1 në 5 veta punon për shtetin dhe ka edhe raste të tilla, për shembull kujtohet njëra që ishte në tregonte dokumentari atë. Ajo ishte nga ato ishut e Polinezisë franceze. Shteti pagunte 2 rroga tepër për shkak të stresit që ajo ka se nuk është në zonën e vet të vendlindjes dhe i jepte 2 muaj pushim dhe kur shkonte me pushim ajo shteti i jepte edhe bonus nga rroga sepse kur shkoi atë nga që është zonë turistike dhe është kushton më shtrenjtë plus kosto udhëtimit e tjerë. Dhe di çfarë në Francë ti sot po të shkosh, ti mund të deklarohesh i varfër, domethënë dhe ke një caisse d'allocation familial që është në cilën ti shkon edhe mund të aplikosh edhe kur ti je i varfër mund të blesh edhe kompjuter, edhe lavatriçe, edhe mikroval, edhe domethënë laptop e tjerë, sepse shteti mendon që ti duhet bësh kështu edhe shteti mendon që duhet të zgjidhë ty të gjitha këto probleme. Këto mund të jenë pak a shumë pak kështu, domethënë riskun e Greqisë me krizën ekonomike nuk janë aq keq, kuptohet, francezët janë më punëtorë se sa grekët, për ta thënë. Po duket si e njëjta formulë, po është e njëjta logjik. Është e njëjta logjik. Në Greqi ke pas një fshat ku nga ishin 700 banor, 699 ishin të verbër në letra zyrtarisht, merreshin pensionin e shtetit. Ndërkohë që në Francë ke 55% popullsisë franceze që s'paguan asnjë taks. Se taksa do të paguajnë të pasurit. Ku është problemi? Vjen një moment, ku siç thot Margaret Thatcheri, eventualisht mbarohen lekët e të tjerëve. Çfarë do bësh pastaj? Kur ti I thu të tjerëve tash ne do të marrim I pasuri move pastaj, domethënë lëviz nga. Patjetër. Se duhet riu në një vend ku një, unë taksohem shumë më tepër dhe 2, unë trajtohem si përbuzem për atë pasuri që kam kriju. Domethënë ku do të donim të jetonim me shqiptarët, në Zvicër apo në Bullgari? Në Zvicër, patjetër, ç'pun kemi ne me BE-n, ne duam Zvicrën, se Zvicra është e pasur. A do donim ne të kishim fqinj Bullgarinë apo Zvicrën? Zvicrën patjetër, duhen kishim vend të pasur. A do donim kishim fqinj Greqinë apo Suedinë? Suedinë, valla, patjetër.
As unë as ti nuk kemi punësuar në herë nga një njeri i varfër. Nuk përfiton njeri nga varfërimi. Gjithë përfitojnë nga pasurimi i tjetrit. Kur tjetri pasurohet, ato pasuri do ta qarkulloj, do blej, do bëj. Në rastin më të keq fare se nuk jemi në mesjet, do shkoj ta fusim bank. Dhe unë edhe ti do vend të marrim kredi. Do shkojmë të marrim kredi. Dhe nëse futen shumë lekë në bank, do shkojmë ta marrim atë kredi me kosto më të ulët. Është interesante këto. Unë prirem ti jem shumë afër çësjeve që ti ke dhe më duken interesante dhe më duken të lehta edhe sidomos për një vend si joni ku vim nga një shtet që ka qenë kështu i fortë reprezaljes edhe kam përshtypjen që aplikimi i një seri politikash të cilat lidhen me politika liberale kam përshtypjen që japin një lloj frymarrje dhe një lloj çlirimi shumë sektorëve të vendit, jo vetëm sektorëve të ekonomisë, por edhe kulturës, sociale, domethënë sidomos në rastin e Shqipërisë. Sepse ti kur ke një shtet që të merr frymën me taksa, si shteti i Francës. Franca në fundit ti merr taksa aty, po s'ka korrupsion. Ato lekë që ti merr po është edhe mirë, është edhe administratori i mirë i të përbashkëtës. Po kur je me një shtet që të vjedh sy për sy dhe as i skuqet faqja, vetmja zgjidhje logjike që ti ke është që këtij shteti t'i japësh sa më pak lekë. Ky shtet marri sa më pak lekë. Domethënë, nëse ka një vend në Europë sot ku liberalizmi, nëse do bësh listën ku duhet zbatu liberalizmi ekonomik sot në botë, ekonomia lire e tregut, lira si përmarrjes ndryrë vogël shtet gjithto, jo ai liberalizmi amerikan, po. Nëse do të dish se ku ka, cilët vende kanë më tepër nevojë për këtë, merr shiko kush janë vendet më të varfra. Ato vende që kanë lirinë ekonomike më të lartë sot në botë janë vendet më të pasura të botës. Shko në Europë. Vendi më i pasur i Europës sot është Luksemburgu. Është vendi me lirinë ekonomike më të lartë. E njëjta gjë edhe në Azi dhe e njëjta gjë edhe në vendet. Liria ekonomike prodhon mirëqenie dhe jo thjesht për oligarkët. Oligarkët i kanë për vende që kanë kaluar përvoja socialiste zakonisht. Jo për oligarkët, i prodhon për të gjithë. Se kjo është e mira tregu. Logjika tregu i rishpërndan gjërat.